Veshja nuk e përcakton një person nëse ti nuk je njeri, edhe këtë me të mlutën, ditën e mlume me lajtë të si e njeri. Nuk të përcakton veshja. Nuk s'kom thonë kur asë jo më e mira, asë jo më e mira për i vajza, pas kur që ajo i thot të lavën, qëfar argumente me pas me to, venç me kundërshtoj, i ka herë thënë po që ashtu është mirë, nuk s'kom qëfar argumente se ajo nuk është e aftë me gjetë shqyqër që dulë që situata e gishtit, që u kap në qatë situatë, në qatë keq kuptimin e gishtit, u kap në qatë situatë edhe po vazhdojmë për përmen qatë situatë, se ajo s'ka pas gjana ku mu kap të anë, ajo u kap veç në aspektin temë, në mistin jashtë, në dërshmërin, këtu gjana t'jashtit, në qëfë se vjen me i loj kapu me gjana që i kam bak të mrena, edhe kaq, mos u kap në gjana t'jashtit. Ajo merret me jetën personale që s'e di fare. Aja nuk m'jep, mu nuk mund me di qëfar person jam, mu nuk po thëm asë që jam e mirë, asë që jam me e mirë sa ja, po kuptan, se është shumë e bukur, i ka trupin e mirë, të natë mirë ati ka kur që nuk pi thamë në asaj. Thjeshtë mos hajde më thonë mund t'je qështo, kur aja nuk m'jep, mu nuk e din qësh jam, ti nuk po vjen më m'pyt, ti po m'parë gjykon edhe po m'hedh akuza. Unë s'kom argumente që mi thonë në asaj. Po t'ja për fakte, thuj? Gjofse, për shembull, Lorna, vajzat tjerë që kanë këtu mrena, mu kanë kap në gjanat lojës, edhe unë ja kum këthy me argumente